Ju që jeni distancu për partive politike, ju që jeni distancu prej atyre thirrësave që bëjnë thirrje më shumë për në parti se sa për në xhami, falenderojeni Allahun që u ka begatuar. Falenderojeni Allahun sabah akşam për begatin që u ka dhënë, për krenarin që u ka dhënë, për këtë ftyrën që e keni marrë, sa i keni durë të se keni bërë ftyrën një hektar që kanë bërë të tjerë. Falenderojeni Allahun edhe me vdekjen në këtë gjendje. Ti që mundosh me qenë veç në partinë e Allahut, ti që nuk pason thirrsa të cilët e kanë shpërndar xhamatin e tyre, disa me këtë parti, disa me atë parti, disa me atë parti, me një xhamat, te një hoxh, 15 xhamate janë për shkak partive politike. Falenderojeni Allahun që xhamati i kësaj xhamie është xhamat i një partije vetëm. Ajo është partia e Allahut subhanallahu. Begatia më e madhe. Begatia më e madhe, bereqeti më i madh që Allahu mundet me na dhënë neve në këtë dunjë është me qenë të vazhdueshëm në rrugën e Allahut, në Kur'an dhe Sunet deri vdekje. Që edhe në qoftë se s'ka hiç xhamat, edhe në qoftë se nuk ka hiç vazhdim davetit, kështu me u bë diçka ku diçka one, kjo është begatia më e madhe. Dhe ta dini, pasha Allahun, se të gjithë ata të cilët i kanë ndryshuar parimet e kësaj thirrje për të arritur kënaqësinë e njerëzve, as kënaqësinë e tyre s'e kanë arrit, edhe kënaqësinë e Allahut e kanë humbur.